Këshilli Bashkiak i Vlorës u përfshi këtë të njëjtë në debate qysh në nisje të tij për shkak të rregullores. Sipas këshilltarëve të opozitës, është e disajta herë që shkelet rregulloria dhe se Këshillit Bashkiak i paraqiten disa vendime për tu miratuar, një numër që sipas tyre është i lartë. Ne duhet të shkelim sot, çfarë na nxiton ne, ose çfarë vuti kemi ne që duhet të shkelim rregullore, gjë e cila nuk duhet të ndodhi, sepse është e pafalshme që ne këtu të vim duke kërkuar era si të respektohet ligji dhe ne sot, dhe sa herë që na hapet mundësia, thash dhe një, shkelet rregulloria. Unë nuk e kuptoj, bile ftoj edhe kryetarin e grupit të mazhorancës të na japi dhe ai një ide që çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet të trajtojmë këtë problem, sepse është herë e disajt që këshilltarët vendosen përpara këtij fakti. Unë e di, zoti Roka, që kampi i mazhorancës i ka vota dhe me arrogancë, pra kjo është ajo arroganca që përmenda që në fillim. Ju mund t'i grini kartona, ta miratoni rendit. Është shkelje të rregullore dhe të ligjit. Tani, pasi kur ne diskutojmë, ju thoni, po keni të tretë, po ja se ishte edhe kjo e ndihmës ekonomike dhe nuk mund ta shmang. Por çfarë problemi ka që ky këshill të mbledhë 2 herë në muaj? Të trajtoj, këto pika janë 15, 7 një herë, 8 një herë dhe nuk shkelim rregullore. Duhet të them është që në mbledhjen e kryesisë, rendi ditës është votuar me votat tuaja. Fjala që unë kam thënë në mbledhjen e kryesisë, pas një diskutimi që kemi pasur për disa shkresa që unë ju kam kërkuar prej 2 muajsh nga Bashkia, me rastin e Vlora Investit, të cilat dhe sot e kësaj dite akoma nuk i kam, edhe pse në mbledhjen e fundit kryetari i grupit majorancës tha që jep janë shkresat zotit Nika në mënyrë që mos na vit na fillojë mbledhjen me një diskutim, unë përsëri po e filloj mbledhjen me këtë diskutim. Dhe ju kam thënë, rendin e ditës e keni me shumë pika. Përgjigjja ka qenë janë të njëjta, jo po ne i kalojmë, jo po çketi dhe gjëra tjera dhe janë larguar nga mbledhja. Dhe nuk e kanë votuar rendin e ditës. Rendi i ditës është votuar me 4 vota tuaja pro. Kjo është pjesë e parë. Në pjesën tjetër, do ishte mirë edhe në lijim të fjalës së zotit Hoxha, që kryetari i Bashkisë së Vitu kthej një herë përgjigje këshilltarëve, që e ka detyrim, dhe qytetarëve, sepse ka 6 muaj që flet me semafor, me lule, me pemë, me kanale, vetëm muhabete me ato, konse muhabet me qytetarët nuk po shikoj. Por përgjigja ka ardhur nga kryetari i grupit të këshilltarëve socialistë Ervis Moçka, i cili kërkoi nga opozitarët të ulen të gjithë bashk, pasi sipas tij ka ardhur momenti për një rregullore të re. Të ulemi të gjithë të bëjmë të përgjegjshëm që ta evitojmë këtë gjë. E kam propozuar dhe e ripropozoj dhe sot e bëjmë konkrete propozimin. Ka ardhur momenti që kur një rregullore nuk përshtatet me curinë e mbledhjeve, atëherë ka ardhur momenti që kjo rregullore të ndryshojë. E kam propozuar disa herë në çdo komision apo në kryesi, e ripropozoj dhe kërkoj që të përcaktojnë përfaqësuesit e tyre në një komision të përbashkët ku të rishikojmë të gjithë rregulloren, pasi nuk është vetëm problemi i këtij neni përkatës që vetëm rregullore Vlorës po ta shikosh e ka me 5 pika rend e ditës, po të shikosh rregulloren e Fierit e ka me 15 të rend e ditës. Atëherë, po të përgjigjem pyetjes. Çfarë, jo nuk ka nevojë për 6 muaj, për 10 ditë, për 10 ditë heq pikat, për 10 ditë heq për 10 ditë heq pikat të cilat bien në kundërshtim dhe nuk është e vetmja, por përsëris janë shumë pika. Ka pikat ndryshme kur japin kompetenca të njëjtave organeve, konferencës kryetarëve të grupeve. Raporti monitorimit të aktivitetit të Bashkisë së Vlorës për 4 mujorin ka sjellë të tjera debate dhe diskutime gjatë mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak këtë të njëjtë. Sipas këshilltarëve të opozitës, por edhe mazhorancës, analiza që është paraqitur nga administrata e Bashkisë tregon një ecuri jo të njëtrajtshme. Pse në raportin e monitorimit nuk janë të gjitha ndërmarrjet të cituara? Keni prekur 3-4 ndërmarrje, nuk janë ndërmarrjet e tjera. Raporti monitorimit 4 mujor duhet të jap me detaje të gjitha ndërmarrjet që janë në varësi të Bashkisë. Keni ndërmarrje mbi 3-4-5 ndërmarrje që nuk keni prekur në këtë raport. Raporti monitorimit nuk është një raport kur vjen dhe duhen të ketë ndasi ku disa kritikojnë shifrat që janë të ulta në performancë dhe disa tjerë promovojnë apo përmendin shifrat të cilat kanë arritje dhe rezultate. Raporti monitorimit është një raport i cili është pasqyrimi i punës së Bashkisë 4 mujore. Dhe mbi të gjitha, rikthehem përsëri në fillim, nuk duhet këtë ndarje sepse nuk ka votim në fund.
por administrata ka detyrimin të raportojë para Këshillit dhe para qytetarëve se çfarë ka bërë, si i ka menaxhuar taksat e qytetarëve, si i ka realizuar detyrat dhe objektivat të cilat janë përcaktuar dhe ka deri në 4 mujor, se ka raport 8 mujor e tjerë me radhë. Dhe është, unë e kam thënë dhe herë tjera, është një nga dokumentat më signifikant, më të rëndësishëm i cili diskutohet në Këshillin Bashkiak. Totali i të ardhurave, siç e përmendën dhe kolegët, është i realizuar në masën 67%, ndaj totalit të parashikuar vjetor të realizimit të të ardhurave. Ky është një tregues i mirë për periudhën e parë të vitit buxhetor. Të ardhurat nga taksat vjetore, që janë realizuar në masën 86%, reflektojnë një administrim relativisht të mirë fiskal dhe eficiencë në mbledhjen e disa detyrimeve tatimore që sipas tabelës që shikojmë tek tabelet të ardhurave, përmendet taksa për kalimin e të drejtës së pronës, taksa e ndikimit në infrastrukturë, taksa tabel reklam, taks trualli dhe ndonjë taks tjetër. Por këtu ka tek tabela e realizimit të ardhurave për 4 mujorin ka edhe taksa të tjera, si taksa e pasurisë së paluajshme të tokës bujqësore realizuar në masën 11%, apo taksa mbi të ardhurat personale realizuar në masën 7%. Shoh që mungojnë disa drejtori që nuk janë paraqitur te ky monitorim. Si merkata e peshkut, parkimet, po këtu po t'i zësh drejtorit e bën personale pasaj me drejtorin përkatës edhe duket sikur e kemi atë. Në të vërtetë kemi administratën. Ndaj dhe ty zoti Shmet të thash në komisionin që nuk duhet të dilje në mbrojtje ose të ishe ti përgjegjësi për gjitha drejtorit që në komision. Për parkimet doja të dija çfarë është bërë me parkimet, se jemi futur dhe në sezonin turistik dhe trafiku në qytet është një kaos i vërtet. Që në këtë raport monitorimi të vendosen dhe ato monitorimet të cilat janë konstatuar se nuk janë kryer siç duhet. Dhe jo vetëm të lëvdojmë punët të cilat janë bërë, patjetër që janë bërë dhe punë shumë të mira, por ato punë që janë bërë realisht gjysmake. Kemi nevojë të shikojmë këtu. Këtë doja të shtoja. Këshilltarët në vim kanë ngritur të tjera çështje dhe probleme për diskutime që lidhen pikërisht me projektet e Bashkisë së Vlorës apo investime të ndryshme të kryera prej saj, që nga projekti të requr që do t'jepte fund përmbytjeve të Albano Romina e deri tek ndërhyrje të tjera, ndërsa sipas këshilltarëve duhet garanci për fondet publike.